Iniciatori për ndërtimin e kësaj kulle, Qazim Vosi, ka rrëfyer për historikun dhe rëndësinë e këtij monumenti të veçantë. Kulla, kjo kull tash quhet kull, megjithëse që është nis si lapidar për shkak të mi skanuar të gjithë që ata 22 veta të vranë nga pushteti serbo-komunist. Edhe unë kam mendu, edhe ne kemi mendu bashkë me institucionet komunale që kulla është objekt i rezistencës, edhe skanimi i tyre është shumë i përshtatshëm në kull. Është objekt i fortifikuar, domethënë, kulla ndërtohet me mure të trasha, i ka ato vetit e veta, dritaret e vogla, derën e vogël me atë qivien, i ka vendat ku është bërë rezistencë më herët nga kulla. Është bërë rezistencë në kohën kur kanë qenë luftat fisnore atëherë dhe ka met kjo kullë. Jo kjo kullë, po kullat kanë met. Sidomos në rajonit tonë ka, se tjetër ku nuk ka kulla. Prandaj asnjë. Kjo kullë e kanë bolu, se në Samadraq kanë qenë 9 kulla. Kjo është si simbol i 9 kullave të Samadraqut, njëri edhe shërben në formë tjetër për skanimin e këtyre figurave që kanë pësuar nga pushteti serbo-komunist.